më në fund, një video make-upi. Unë ju pyeta se çfarë doni të dini më shumë rreth meje në mënyrë që t'i ktheja përgjigjet në këtë video, por pa kaluar tek përgjigjet, një pjesë e mirë e juaja më kanë kërkuar që të bëj një video make-upi për fillestarët. Pra për gocat që nuk ja kanë hapërin ndaj shumë make-upit dhe duan të dinë hapat bazë për një make-up të mirë dhe mbi të gjitha me produkte ekonomike, pra jo me çmim shumë të lartë. Unë filloj gjithmonë me bazën, hidratoj lëkurën në mënyrë që dhe produktet e tjera të qëndrojnë më mirë, por sot, duke qenë se është një nga ato ditët që unë nuk kam xhirime, nuk preferoj t'ju sugjeroj një fondatin full coverage ose një fondatin nga ajo që përdor zakonisht në përditshmëri. Dhe do ju sugjeroj një CC cream, besoj se e keni parë dhe në story në Instagram që unë kam ndarë me ju. Sugjeroj këtë duke qenë se shumica gocave që mua më ndjekin janë adoleshente dhe unë nuk ju sugjeroj që ju të përdorni fondatinat që unë përdor në përditshmërinë time, sepse sigurisht jam gjithkohës në kamera dhe make-upi që unë përdor është 3 fish më i rënduar se make-upi që mund të përdor në përditshmëri jashtë kamerave. Kështu që për gjitha gocat që janë në hapat e parë me make-upin dhe nuk duan të dëmtojnë shumë lëkurën e tyre duke përdorur fondatina full coverage ose fondatina shumë të trasha, unë ju sugjeroj këtë CC creamin. Është hidratuese me SPF dhe merr direkt ngjyrën e lëkurës. Është super e lehtë. Një nga pyetjet më të shpeshta që unë marr është se çfarë përdor për flokët. Por të them të drejtën, arsyeja sepse asnjëherë nuk ndaj një përgjigje me ju, është që deri tani po testoj produkte, por të them të drejtën, akoma nuk më ka mbushur mendjen asnjë brand, kështu që unë doja të bëni tag këtu çfarë ju përdorni për flokët dhe çfarë realisht ju ka bërë punë dhe mund të ma sugjeroni. Pyetje tjetër në lidhje me flokët që më vjen gjithmonë është nëse kam bërë keratin. Unë nuk kam bërë keratin dhe nuk mendoj se të bëj ndonjëherë, por kur mos po e kurr. Por unë flokët i kre në parukeri dhe zakonisht kur më dalin këto fijet kështu si kaçurel, po ta shikoni, thjesht i fus një pjastër përpara se shkojnë punë ose përpara se të shkojnë në xhirime. Por nëse ju dini ta përdorni shumë mirë tharsen, unë nuk do ju sugjeroja pjastrën sepse mua më ka djegur shumë flokët. Kështu që mos më pyesni më nëse kam bërë keratin, sepse nuk kam bërë keratin. Ai kam bërë vetullat. Siç e shikoni, unë nuk i bëj vetullat, thjesht i lyej me gel dhe një mbush. Po ashtu dhe qërpikët, për gjitha ju që më keni pyetur nëse i bëj qërpikët, unë kam afërsisht 2 vite pa i bërë qërpikët dhe mendoj që nuk do t'i bëj qërpikët për një kohë të gjatë që inshallah nuk ndroj mendje, sepse kam mësuar se si t'i ngjis në fund, vetëm në fund, për të krijuar pak atë syrin si bisht, dhe sa i bëj make-upin, i vendos. Por kur bëj make-up të thjesht si sot, nuk para vendos. Diçka tjetër që unë bëj që zakonisht e bëj në fillim të make-upit, por u hutova dhe harrova, është që lyej buzët me lip plumb. Ky e kam lavdëruar aq shumë dhe nuk ka ngelur shoqja imja pa e bler. Edhe shive pak sa vendos. Pa e haj. Ky është një nga lip plumbët më të mirë ever që unë kam zbuluar. Bëje një screenshot sepse është literalisht amazing. E vendos këtë në fillim të make-upit sepse buzët hidratohen dhe kur unë vendos laps dhe shkëlqys dhe të gjitha gjërat sipër, janë më të buta dhe më kremoza. Është radha e syve. Po përdor këtë paletën që ka tone shumë neutrale. Unë kam diçka që kur fiksohem me disa produkte, jam shumë besnike dhe nuk i ndroj. Një nga këto është kjo paleta për shembull, që mua më pëlqen shumë tonet që ka, i përshtaten formatit tim. Dhe besoj ju e keni kuptuar që unë vdes për xixa. Shumë xixa. Një pyetje tjetër është kë do zgjidhje bronzerin apo blushin. Më një, e di që unë jam një njeri i fiksuar, jo i fiksuar, më thënë jam njeri psiqik ndaj blushit, sepse unë vendos blush
Dhe duket sikur faqet e mia janë të kuqe flak dhe duket 1000 metra larg dhe unë prap vazhdoj vendos blush sepse I have blush blindness. Nëse jeni bjonde dhe bardhoshe, e keni lëkurën shumë të bardhë dhe duhet të zgjidhni me se s'bën ose blush ose bronzer, unë do ju sugjeroja bronzer në mënyrë që ta ngrohni pak lëkurën tuaj dhe t'i jepni pak ngrohtësi dhe pak ngjyrë, sikur ka kapur dielli. Por nëse jeni brune, do ju sugjeroja të zgjidhni blushin, që ta ëmbëlsoni pak, zakonisht brune duke i pasur të gjitha tiparet e errta, siç i kam unë flokët, syt, vetullat, ka tendencë që duken pak të egra. Dhe duke vendosur blush e ëmbëlson pak çerën e fytyrës. Gjithmonë vendosni pak concealer këtu për ta bërë me pisht. Ky rimeli, në fakt, ky është i ri, por kam pas përdorur për ja 2 vite rresht atë të ziun. Tani e kam ndruar pak dorën sepse dua të provoj edhe këtë. Por edhe ky është pa aq i mirë sa ai ziu, që unë kam hedhur story në Instagram. Ky rimeli është një provë që unë i qëndroj besnike shijeve të mia gjithë jetën dhe uroj, në fakt i kam hapur sfidë vetes nëse mund gjej një rimel më të mirë se ky dhe nuk e kam gjetur ende. Është realisht shumë i mirë. Edhe ky, edhe ai ziu tjetër, por duke qenë se ky është një linjë e re tek Christian Laurenti, unë thash t'i jap një shans dhe më doli pa aq i mirë sa ai rimeli i zi. Wow, është perfekt. A ke bër under eye filler? Për ju që nuk e kuptoni, është që ti mbush qeskësat e zeza ose rrafët e zi poshtë syve me filler. Unë në fakt nuk kam vuajtur asnjëherë nga rrafët e zinj, dhe kjo është një arsye sepse unë kam neglizhuar gjithmonë përdorimin e kremrave poshtë syve. Por kam disa kohë, jo nuk kam bërë, domethënë, filler under eye, por kam disa kohë që e shoh që zona e syve ka filluar të më thahet dhe kur bëj make-upin krijon si krisje. Dhe kam filluar të përdor një krem sysh. Jam në muajin e parë, kështu që po pres edhe pak dhe do ta ndaj me ju nëse realisht shoh ndonjë ndryshim. Në fakt, vetëm atë kremin e syve, por kam filluar të përdor një linjë tjetër skincare, një linjë të re. Kush është produkti që nuk jeton dot pa të? Definitivisht është gjeli i vetullave dhe pomada me të cilën mund t'i mbush. Unë, sepse kisha edhe një pyetje tjetër që a del pa make-up, unë dal pa make-up dhe nuk e kam kompleks make-upin. Mjafton që të paktën flokët, jo ti kem të krehur dhe shumë mirë, po mos t'i kem si ajo gjendja pasi kam bërë dush. Pasi kam bërë dush është gjendja ime më e tmerrshme e flokëve. Dhe unë dal pa make-up, nuk e kam problem. Madje edhe në punë shkoj pa make-up dhe në rrugë dal pa make-up. Nuk e kam kompleks, por unë nuk dal kur pa lyer vetullat. Dhe kjo është arsyeja sepse mua më thonë dhe më pyesin vazhdimisht nëse i kam bërë vetullat. Sepse edhe kur më shohin pa make-up, gjithmonë vetullat i kam të lyera. Nuk jam shumë pro vetullave të bëra, se mendoj që humbin naturalitetin, por jam pro masterizimit për t'i lyer ato, pra të bësh shumë i mirë dhe t'i lyesh shumë bukur. Ndoshta kjo që bëra unë sot nuk është në më të mirën time, sepse unë po përpiqem të bëj një make-up pak të shkujdesur dhe pak të thjesht për gjitha ju që donit një make-up për fillestarët, por në një video tjetër ndoshta mund t'ju tregoj hap pas hapi se si unë rri një orë para pasqyrës për të bërë vetullat, përpara se të dal nga shtëpia, literalisht një orë. Kjo është arsyeja sepse komplimenti më i zakonshëm që marr është sa të bukura i ke vetullat. Kush nga gocat e Lavilës lyhet më mirë? Definitivisht Kejsiana dhe unë. Edhe Ema ka filluar që të lyhet vetë dhe mund të them që në krahasim me fillimet e ka përmirësuar super mirë dorën, saqë ndonjëherë i them që lyu gjithmonë vetë. Unë vendosa blushin. Këtë periudhë po përdor këtë blushin dhe realisht më pëlqen shumë, po zakonisht i ndroj sepse më pëlqen që të provoj sidomos blushe të reja. Do vendos pak highlighter. Ka dizën shumë bukur.
dua t'i bëj shumë pak overline, edhe se zakonisht kur kam xhirime e mbys me overline. Sot po i bëj pak më pinkish, edhe se zakonisht i bëj pak më nude. Glossi është thjesht një perl. Do ta thaj lëkurën shumë pak. Si ju duket?